sot do marrë jetë ajo shpreja, që kënaqësinë e marrim dhe nga detajet e vogle në të përditshmen tonë. Edhe kemi pikërisht një rast aq të bukur sot, sa unë jam pa fjalë nga këta 4 vogëlush që ne kemi sot në studio. Jemi të dy pa fjalë. Na kanë habitur. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhët Klajdi Marku. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, Arsela Prendi, Otenca Latifi dhe Kimberla Latifi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Tani pse na gëzuat kaq shumë sot? Përveç se erdhët vete para punës, është shumë e rëndësishme kjo, që ta nisni ditën me ne, po edhe keni sjellë trëndafila. Për ku janë këto trëndafila? Për ju të dy. Për ju. S'na kishte dhuruar kush lule. Në studio. U bë shumë katër trëndafila. U bë shumë kohë nga hera fundi që unë nuk ke marrë një lule. Po shoh 2 ngjyra, të kuq dhe të bardhë. Se besoj do i ndajmë kështu, një të kuq, një të bardhë, për secilin prej ne. Pse të kuq e pse të bardhë? Çfarë dini ju për trëndafil? Unë kam marrë trëndafil të bardhë, sepse trëndafili bardhë përfaqëson paqen. Sa bukur. Edhe ti për njëjtën arsye. Po ju të dy me kuq një herë? Ne të dy kemi marrë trëndafilin e kuq, sepse ky trëndafil i kuq përfaqëson dashurinë ndaj dikujt që ti po ja jep këtë trëndafil. Dhe kjo përfaqëson neve që ju duam aq shumë. Të vërtet fare, sa të mirë, sa. Na keni dhënë shumë dashuri sot, shumë dashuri, edhe jeni fëmijë kaq të mrekullueshëm sa ne kemi mbetur pa fjalë. Ne mund të themi thjesht që urojmë shumë të t'ju japim pas të njëjtën ndjesi të bukur. Trëndafila s'kemi, po kemi sfida sot për ju. Jemi dakord? Jemi dakord. Do kënaqemi. Mirë, mos falëm lulet në dorë. Faleminderit shumë. Po i lajm bashkë këto trëndafila tani, ne lajm bashkë. Se ne e dini që ne nuk zihemi, ne për çdo gjë gjejmë gjithmonë fjalën. Po, dhe gjuhën e përbashkët. Ç'u duhet bëjmë? Ju ziheni me njëri tjetrin? Jo. Tani na tregoni pak se çfarë ju lidh ju me njëri tjetrin. Neve na lidh dashuria. Dashuria po. Neve na lidh mendimet që kemi të njëjta. Okej. Na lidh ajo lidhja jonë bashkë që gjithë shka bëjmë së bashku me dashuri. Po me ne çfarë ju lidh me ne? Me juve na lidh kënaqësia, neve me juve na lidh bukuria. Shy. Na kënaqet zemra kur vim këtu. Dhe jeni gjithmonë të mirëpritur. Dhe sepse gjejmë disa njerëz që na kuptojnë dhe ne i duam pa mas. Sa të mirë. Fjalë më të bukura nuk ka thënë kush në këtë studio. As të mëdhenj ndonjëherë. Kështu që ti flet kaq bukur. Ta kanë thënë besoj. Mirë. Na tregoni pak për pushimet që keni bërë. Na tregoni po Arsela, Otenca, Kimberla. Kush do flasë para? Na tregoni për pushimet si shkuan. Pushimet shkuan shumë mirë, ne shkuam bashkë në një vend, shkuam në Palas, ishte plazhi më i bukur. Ikëm do me thënë, ne të dyja me mama tonë ikëm në Stamboll, një udhëtim mbajtjeardhje. Tani Palas apo Stamboll? Të dyja. Po, por në fillim shkuam në Palas. Për ta provuar një plazhin, më pas për ditëlindjen e Tencës që më bën 10 vjeçë, do të organizojmë një udhëtim. Unë me Tencën, do me thënë në Stamboll, bashkë me mama. Mirë, Arsela? Që bëhet ju për pushime? Që bërë për pushime? Se unë do kësha luajtur në lagje, po thëmë. Ne ishim në Borsh, ishim të gjithë si familje. Dhe atje ja kaluam shumë bukur. Perfekt, sa Kanë suplazhe për familjet shqiptare? Jemi shumë xhelozë. Unë, mami dhe gjyshi im. Gjyshi im nuk është se ka udhëtuar shumë, është era dytë ti që udhëton dhe ne kemi qef që ta kënaqim atë. Dhe ne ikëm në Turqi. Edhe ti në Turqi? Po, në Stamboll. Në Stamboll. Çfarë pëlqeu më shumë nga Stambolli? Ty dhe gjyshit? Po. Mua dhe gjyshit na pëlqeu më shumë ushqimi, Na arkitektura. pëlqeu shtëpia ose vendi ku jeton të sultani, Tomabaçe. Tomabaçe, po. Ishte një vend shumë interesant, kishte plot gjëra të vjetra, plot gjëra të bukura, që është shtet me shumë histori, nga Perandoria Osmane tek Turqitë e sot. Ne mësuam shumë nga ato gjëra. Ishim tek Xhamia Blu, pastaj... Pra turizëm kulturor, keni bërë. Po. Mirë.
Në këtë periudhë ku dita bëhet më e gjatë, edhe të gjithë duan të shkojnë drejt plazhit apo duan të pushojnë, është e vështirë të shkosh në shkollë? Na tregoni të vërtetën. Do doni të qëndroni më shumë në shtëpi? Po. Pak po, sepse është shumë vap, por jo sepse e urrejmë shkollën, sepse shkolla është bërë për një arsye, për të na mësuar neve, për të kujdesur për ne. Siç i thonë, shkolla është shtëpia jonë e dytë. O, zoti i madh. Po, ja nuk shkuat në shkollë, ç'do bëni? Më tregoni pak. Ja, vajzat. Ç'do bëni gjithë ditën? Unë do të lexonim një libër, sa orë, do të thënë 2 ose 3 orë. Më pas do të luanim bashkë ose do të shkonim, do dilim shëtitje bashkë me ndonjë vend, unë me Tencën, domethënë. Okej. Edhe ti të njëjtën gjë. Lexim disa orë një libër. Edhe ti të njëjtën gjë. Po. Okej, nuk duan na tregojnë më tepër se kaq, po ti ç'do bëje po mos shkojë në shkollë? Unë një herë që të kem energji për gjithë ditën, do të flija pak. Pse ky është sekreti për të patur energji gjithë ditën. Po ne si t'ja bëjmë që zëhemi herët? Që të zgjon një herët një herë. Më trego pak çfarë të bëj. Gjëja më e keqe që ju bëni të rriturit, merrni telefonin direkt. Ai nuk jep energji. Fillim, zgjoni, relaksojeni trupin. Shikojeni murin për 2-3 minuta sa të merrni veten. Lani faqet, mbaroni punët, bëuni gati. Pastaj, mund të vazhdoni me rutinën tuaj të përditshme. Për shembull, unë do zgjuarsha në orën 8:30, do bëja rutinën time, do qohesha, do laja dhëmbët, do vishja, pastaj do dilja me mamin, do shkoja te puna, do lexoja 1 orë ose 2 orë, pastaj do dilja me mamin me një qendër tregtare ose diçka për të kaluar ditën. Pra, rutina, e qartë. Mirë, tani Arsela, se ty s'po të dëgjoj fare, më trego cilat, kush janë hobit, çfarë janë hobit e tua? Çfarë të pëlqen të bësh? Të pëlqen të këndosh, të kërcesh, të studiosh, të lexosh, të shohësh filma? Unë kam qef të studioj. Të studiosh, cila është ndaj jote e preferuar? Gjuha shqipe. Gjuha shqipe, pse? Sepse ajo i ka disa tema më të thjeshta se matematika ka disa më të vështira. Shpak më e vështirë. Çfarë do të bësh ti kur të rritesh? Unë do të bëj ose avokate ose pilote. Ose pilote. Pilote për cilën arsye? Pilote më pëlqen shumë avioni. Kam Pra ne shumë do qef. tonim të sigurt. Po, Marcelon, jam i sigur që po. Ju keni ndruar mendje apo akoma i qëndroni ëndrave të mëparshme? Unë kur të rritem dua të bëhem arkitekte. Arkitekte, fantastike, shumë punë e bukur duket. Po të Kimberla? Ndërsa unë jam tani, domethënë qëndroj te kryeprokurore. Kryeprokurore. Nga prokurore në krye prokurore. Sistemi drejtësisë në duart e duhura. Të sigurta. Ka një arsye? Më pëlqen domethënë. Është dikush jurist në familjen tënde? Jemi të gjithë. Jemi të gjithë. Jemi si familje. Është trashëgimi. Ndërsa ti mbetesh te moderatori, për ty e dim. Kam ndryshuar disa mendje. Në opsion është edhe puna juaj. Opsion. Do na heqësh të dyve apo një? Jo. S'do ju heq fare. Do na mbash edhe ne në punë. Po. Fal zot. Do rrim me turna. Që mos lodheni. Mirë. Faleminderit që mendove për ne. Po, çfarë do bësh tjetër? Tjetër do bëhem ose doktor, ose do bëhem psikolog. Ose psikolog. Po. Pse doktor dhe pse psikolog? Unë kam qef të bëhem psikolog sepse shoh shumë njerëz në kohën e sotme që kanë shumë probleme me gjëra që nuk mund t'i zgjidhin. Dhe për shembull në klasë kur një shok ose një shoqe ka një problem me diçka, unë jam aty për ta ndihmuar. Ndërsa doktor të bën një shok i mirë. Bravo. Faleminderit. Ndërsa për doktor kam qef të shpëtosh jetë. Se për të shpëtuar jetë dhe kam dajën doktor shumë të mirë. Ashtu. Çfarë doktori është daja? Fizioterapist. Fizioterapist. Dhe më duket shumë punë e bukur për të shpëtuar jetat e njerëzve. Është punë fisnike mirë, a jeni gati të sfidoni tani? Po. Se po ju pyetëm... Do ju pyesim prap ne? Mirë, do ju pyesim prap, po nuk do përfundojmë asnjëherë se pyeturi, sepse keni shumë çka për të treguar. Tani do shohim disa foto. Janë personazhe që vijnë nga filmat vizatimor me cilët ju jeni rritur. Dhe jam i sigurt personazhet i njihni. Jeni gati për të parin dhe është me pikë kush e gjeni pari?
Kështu që gara nis... Tani. Kush është kjo? Fiona. Okej. E gjetëm! Jemi sa më shpejt përgjigje. Në momentin që njeni me foton, mos merrni vepër për të Po, ajta përgjigje. bëjmë pak më të vështirë. Hajde. Si ka qenë Fiona? Si është historia? Po, shpejt, në thoni. Historia e Fionës fillon kur ajo ishte një princesh dhe ishte e burgosur nga një dragua, Shreku, i cili ishte në mision për ta bërë atë gruan e tij, ai shkoi. Jo, po s'ishte ai misioni vetvete. Jo, ishte për të shpëtuar dhe pastaj dëshuruar në rregull. E kuptoni që vjen nga Shreku, shumë. Shuri, po. Okej, mirë. I gjem tek foti i radhës. Kush është ky? Fleshi. Çfarë bën Flesh? Fleshi është një hero që ecën shumë shpejt dhe ndihmon të gjithë qytetin ose mund të gjithë kriminalët të cilët duan që të bëjnë keq. Mirë, ju vajza keni parë? Çfarë është Fleshi? Jo, se ti. Se keni parë? Janë superheroj që mbrojnë botën dhe luftojnë të keqen. Kaq na duhet ta dimë ne vajzat. Mirë, ikim tek Fotoja e radhës, po personazhi i radhës. Nga të gjithë, na tregoni pak të gjithë. Kush është kjo? E mbaj mendësin, mision për në film. Po, e ka... Vajzat e fat. Jo. Kush është kjo? Ti... Na. Asu nuk e di këtë. Vërtet? Nuk e di, jo. Me sa mbaj mend Jam e lashtë për këtë personazh. Ti në mbarë në njërë. E dini? Se zgjova një nga i... Kim Possible duhet jetë, apo jo? Kim Possible, po. Është Kim Çfarë është Kim Possible? Possible? Po, Kim Çfarë Possible. bën Kim Possible? është një vajzë e cila është nga një familje heronjë, të cilët çdo pjesëtar familje është një hero. Po. Ka një superfuqi. Mirë, unë nuk e mbaj mend shumë mirë. Edhe unë, s'është e kohës time, as e kohës tënde. Jo, është e kohës tonë. Është e kohës tonë, nuk është e kohës suaj, për është vërtetës, është e kohës tonë, po nuk e mbaj mend fabulën. Kim Possible, se jam mësuar që i shoh kështu, jo vizatimor 3D, që janë kështu... Bravo të Klajdi. Mirë, ikem tek një tjetër personazh, karakter i njohur për publikun. Kush është ky? I preferuari im, është i preferuari im. A i bëra 4 pikë? I ti bën për gjithë ekipin, je dakord? Cili është ekipi im, kush? Vajzat! Të gjithë ju jeni... Ne jemi ekip më vetë, jemi humë, se të jeni Klajdi, fituesi, pyesni jemi vajzat, dakord? çfarë bën Iron Man, pastaj do na Iron Man. tregosh ti. Jo, pyesni vajzat një herë, çfarë bën Iron Man? Ai është superhero dhe shpëton botën. Është superhero dhe shpëton botën. Po. Po çfarë ndodh deri në fund me Iron Man? E di njëri? Iron Man duket se vdes në fund të filmit. Ditë të tëra kam qaruar për Iron Man. Të gjithë ne akoma qartë. Edhe pse isha e rritur. Po, dhe ndryshe Iron Man ishte një ndër heronjt më të fortë, të cilët në fakt kanë ndihmuar edhe Spider-Manin në rrugën e tij që të bëjë një hero. Tony Stark. Përveç se ka kostumin e tij, ai më duket bëri edhe një për Hulkun, me sa mbaj mendon një për Hulkun, por ishte një version më i madh, më i trashë se sa ai. Është vërtet, sepse ai ishte një shkencëtar. Ikim tek personazhi i radhës. Bravo, po na habisni, pasi një parë të gjithë. Po jo, tani nuk do përgjigjesh, jo, ti nuk do përgjigjesh, jo, do ta mbash pak, po, na hon vajzat. Kush është? Pipi Çorape. Po, personazhi Pipi Çorape i preferuar i gjata. fëmijërisë. Keni patur ju? Si një Pipi ju? Jo. Ajo është një vajzë e vetme që bën çdo gjë. Ja del çdo situatë. Cila është superfuqia e Pipit? Të qesh. Po, të qesh. Jo. Po mua kjo më është dukur superfuqia. Superfuqia e Pipit është që është një gocë shumë e fortë. Po, e mund të kaloj çdo sfidë pa pasur asnjë problem. Dhe patjetër na ka bërë për të qeshur. Me sa di unë nuk ka foto të tjera, kemi personazhe të tjerë? Kemi. Çfarë ka fuqi Rapunzel? Rapunzeli ka flokë të gjata. Dhe cila është superfuqia e flokëve, sepse ka një veti ato flokët e saj. Që japin çfarë? Po shkëlqejnë, por ato shëron. Ato i japin një shëronjë dhe 2 Rapunzeli e përdor shumë herë për të kapur kriminal. Po, i përdor flokët ashtu për të kapur njerëz. E kanë parë versionin e ri, se versioni im thjesht i jep të jetë njerëz. Po.
Apo jam version shumë i lashtë, e drejtë është. Ikim tek tjetër imazh. Kemi prapë. Jemi, po. Ajo është Çuni Batmani, jo Çuni. Çuni Batmanit është ai, në mes. Po unë e di cili është seriali. Po ti që je familjar me këta. Unë me këto jam rritur. Mbaj me dëshia shumë. Do më ndihmoni dhe mua se nuk po gjej dot. Tu a them unë? Okej, edhe unë them se për çfarë bëhet fjalë. Bravo, mos e lër ta marr ky pikën. Janë titanët e ri, Teen Titans. Titanët e ri, të cilët janë superherojnë dhe ato që ndihmojnë kundra kriminalëve të këqij që vinë për qytet. Mos u mërzisni se janë për çuna, andaj nuk i dim ne gocat. Prandaj kemi Besoj se me një foto Aladini. Tani do i lëm vajzat të thonë ato një se ti që të gjitha. Të gjitha i parë, bravo. Aladini ka një tapet fluturues dhe magjik. Ta ja tregonin të vërtetën. A është gënjeshtare Aladini? Ju bën për të qeshur filmi? Po. Kush ju pëlqen më shumë? Cili është personazhi preferuar? Po, Gjini, edhe tapeti, nga që më bën për qeshur. Po, dhe tapeti është personazh në vetë. Është sepse bën lëvizje të një njeriu. Ja çfarë pyetje kam për ju, por do përgjigjeni me radhë, okay? E nisim nga Kimberla. Në qoftë se do kishe një llampë magjike, e cila do të të plotësonte 3 dëshira. Cilat do ishin dëshirat e tua? Se di. 3 gjëra që i do me patjetër. Se ti plotëson vetëm një llampë magjike. Thjesht zoje me një. Unë nuk kam dëshira sepse mami me papi më kanë plotësuar të gjitha. Ashtu, ë? Unë do të doja të bëja një udhtim vetëm unë dhe Tenca. Vetëm e të dyja? Po në një udhtim në Turqi e tham, në Dubai për shkak. Në Dubai? Po, në Kur të Dubai. mbushni, sa vjeç? 18. 18. Mirë, më thoni dëshirën e dytë, shpejt, mendoni diçka, ha? Diçka materiale, diçka që ju gëzon, shpejt. Ja, të pyesësh Alma do thoshte para, për shembull, apo jo? S'është e vërtetë. S'është po, aludoj, diçka e tillë. Mirë. mendohen. Ty ti plotson mami e papi gjithë, ha? Të gjitha. Mirë, Klajdi, më thuaj 3 dëshira që ti ke. S'më përgjigjet fare e bukur. Ju ndërkohë mendoni dëshira, mund t'i thoni dhe rrugës. Jo, s'ka problem. Ti Unë e kam di, unë menduar. Ti e di çfarë do, kështu që mund të përgjigjesh. Shpejt. Shkurtimisht. Mua mi ka plotësuar mami, Jam i por sigurt që po. Ja ku po t'i them. Unë do doja që kriminaliteti të ulej. Kriminaliteti të ulej, një. Po. Do doja që shumë njerëz, të cilët nuk kanë mundësi të bëjnë veprime që njerëzit bëjnë në kohët e sotme. Okej, më shumë me ekonomi, po thua. Të pasurohen, dhe 3? Po, dhe 3 do ishte që të jetoja një jetë sa më normale, sepse luksi nuk është gjë. Okej, i morëm... E ndat ju, apo nuk keni përgjigje? Jo, unë e kam dy. Po. Do doja të drejtoja një emision kur të rritesha. Okej, 2. Dhe të ndihmoja fëmijët jetim në nevojë. Bravo. Edhe unë. Do na thoni Edhe ti të njëjtën dëshira. Ndoshta ty ti ka plotësuar mami e babi gjithë. Atë herë Mirë bukur e fundit. shumë. Ne, Sa bukur. ndoshta nuk lidhet shumë me ju, por dashur pa dashur, blen ato të mirat materiale që ne na rrethojnë kudo. Ne pyesim gjithmonë për parat, se keni ju marrëdhënie me parat. Po tani më duke se ti na edhe përgjigjen tënde, që nuk të pëlqejnë parat. Jo që nuk më pëlqejnë, Po çfarë? nuk është një shembull mirë, sepse kur ti të kesh shumë para, do fillosh të ndryshosh sepse do duket vetja mbreti i gjithë botës. Ndërsa kur je sa më normal, është më normal sepse ti sillesh mirë me të tjerat. Këtë njëjtën sjellje që ke brenda në shpirt. Kupton? Jo që urrej parat. Po, por nuk janë të domosdoshme për çoni lumtur. Po. Arsela? Ne nuk duhet të kemi shumë para, sikur kanë disa njerëz në botë, edhe ato që kanë shumë para, ato janë me mendje madhësi të madhe, kanë shumë mendje madhësi. Unë dua që të kem unë dua të kem sa më pak para, sa më mirë, edhe Një jetë normale. Po, një jetë normale. Kanë bërë prindërit tuaj një punë fantastike me edukimin tuaj. Bravo ju qoftë. Po, Otenca. Si ke punën parati? Unë do doja një jetë normale, sepse parat të bëjnë sikur
sikur je i madh të gjithëve që drejton të gjithë. Po kë keni parë ju se... Po na çudisni pak, kë keni parë që bëjnë kështu? Se ka njerëz që kanë para dhe janë shumë të mirë. Të thjesht, janë të mirë, janë të edukuar, po flasim për ata problematik. Ndihmojnë. Po, keni parë, keni shoqe në klasë që sillen keq? Jo. Unë kam një shoqe që nuk doja t'ja përmend emrin, po ajo ka një mendjemallësi, duket vegja kështu edhe nuk mëson fare. Ajo gjasme unë i kam propat firmat, unë i kam akletet firmat, unë i kam këto kështu, unë ashtu. Edhe qëfar i thoni ju? Qëfar i thoni ju? Unë nuk i flasë fare. Ashtu, E shoqe tjera dhe shokët e klasës? Jo, tjerë nuk kam, përveç asaj. Jo, si i flasin kësaj shoqes, në cila është mburret pak ndoshta. Edhe ato nuk i flasin, nuk është se ja varin shumë. Pra, ki kuptuar që nuk është mirë të mburresh. Mirë. Keni ju një mikesh shumë të mirë, ta mbyllim bukur? Po, unë kam një mik shumë të mirë dhe një mikesh shumë të mirë. Do t'i përshëndesni, se keni halli? Po, mikesha ime është mamaja ime e dytë, mësuesja ime, do ta përshëndes nga këtu, dhe shoku i më i mirë është daja im të cilën më mban si një shok të ngushtë. O, zotë, të bukur. Edhe unë, mësuesen time, duha ta përshëndetje, mësuese, edhe kaq, nuk kam. Mirë, Kë përshëndesim? Unë duha të përshëndes mësuesen, dajen dhe të gjithë familjarët e mi. Mirë. Unë doa të përshëndes të gjithë familjarët e mi, mësuesen, dhe edhe nënën, dhe në veçanti nënën nga ana e mamës se sot ka ditëlindje. Hajde edhe 100. Edhe 100 shëndet e jetë të ketë. Dhe unë doa të përshëndes Almën, sepse kam shumë gjanë, dhe na bën emisionin më të bukur. Edhe unë bëtë përshëndes të Faleminderit. Mirë, tani me shumë dashuri e mbyllim këtë program. Faleminderit shumë, na dhanë ndjesi shumë të bukur. Ne këtu na filat po i ruajmë shumë dashuri nga ju, edhe ju presim prapë në të studio. Kaluam bukur sot? Po. Znaqët, do na vini prapë. Do na vini prapë. Bravo. Ikim në shkëputje, kthehemi vetëm pas pak dhe flasim për votën e diasporës.